Sa e fuqishme është ushtria e Izraelit në vitin 2023, Forcat Mbrojtëse Izraelite, IDF. Ushtria izraelite, e njohur si Forcat e Mbrojtjes Izraelite, njihet ndërkombëtarisht si një nga ushtritë më të fuqishme dhe më të avancuara teknologjikisht në botë. Me një të kaluar të trazuar dhe një nevojë të vazhdueshme për të mbrojtur kufijtë e tij, Izraeli ka krijuar një forcë të fuqishme ushtarake që ndërthur pajisjet më të fundit, ushtarë të trajnuar mirë dhe doktrina strategjike. Në këtë video do të mësoni se çfarë përbëjnë forcat armatosura izraelite, çfarë u lejon atyre të kenë akses në teknologjinë më të fundit dhe çfarë atuti ka Izraeli për të penguar kundërshtarët e tij. Megjithse Izraeli është një vend mjaft i vogël dhe i ri, ai ka një potencial të fuqishëm. Tanket, aeroplanët, anijet, nëndetëset dhe më e rëndësishmja, njerëzit janë themelet e sigurisë izraelite. Që nga viti 2023, Izraeli është me besim në mesin e 20 ushtrive më të forta në botë, gjë që është një rezultat i jashtëzakonshëm për një vend kaq të vogël. Pra, le të flasim më në detaje se nga përbëhen forcat armatosura izraelite dhe çfarë bën Izraelin një lojtar kaq të fortë në sferën ushtarake. Dega më e madhe e ushtrisë izraelite janë forcat toksore, të cilat përfshin këmbësorinë, forcat e blinduara, artillerinë, inxhinierët, inteligjencën në terren, si dhe forcat e komunikimit, logjistikës dhe mbështetjes teknike. Tangu kryesor në Izrael, me qira fjala, është një Merkava MK4, e prodhuar në Izrael